Nga dita e sotme, uji nga ujësielsi i qytetit është i sigurt për pije dhe Gostivari po i kthehet normalitetit. Për sigurinë e qytetarëve dhe për të larguar çdo dyshim, përfaqësuesit e institucioneve dhe anëtarët e shtabit qendror i lokal të krizës konsumuan ujë nga çezma pranë komunës. Lajmin për rikthimin e Gostivarit në normalitet në një konferencë për media e bëri drejtori i Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe shefi i shtabit kryesor për menaxhim me kriza Stojan Çangelov. Konfirmimi për sigurinë e ujit vjen pas rezultateve të analizave laboratorike të kryera nga Instituti për Shëndet Publik dhe Laboratori Ndërmarrjes Publike, Ujësiellës dhe Kanalizim Shkup. Sipas drejtorit të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari Oliver Milanov, janë analizuar mostrat e marra nga 7 pika matëse në Gostivar në periudha të ndryshme gjatë ditëve të fundit. Po dobjeните задоволителни резултати od извършените лабораторийски изпитвания. Pasmarrjes së rezultateve nga analizat e kryera laboratorike nga Instituti për Shëndet Publik dhe Laboratori Ndërmarrjes Publike Ujësiellës dhe Kanalizim Shkup, nga mostrat e marra nga 7 vende matëse, të hënën në mëngjes dhe në mbrëmje dhe të martën në mëngjes, Agjencia për Ushqim dhe Veterinari i njofton qytetarët e Gostivarit se nga sot uji mund të shfrytëzohet për pije, deklaroi Milanov. Koordinatori i shtabit lokal të krizës në Gostivar, Zudi Xhelili, tha se përfundimi i krizës është rezultati i bashkëpunimit të institucioneve dhe angazhimit të përbashkët për të garantuar sigurinë e ujit për gostivarasit. Kjo krizë ishte sfidë serioze për qytetin tonë, por njëkohësisht tregoi se kur institucionet bashkëpunojnë dhe veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe përkushtim, edhe problemet më të vështira mund të tejkalohen. Si shtab lokal i krizës, kemi qenë të fokusuar në koordinimin e aktiviteteve në teren dhe mbi të gjitha në sigurimin e mbështetjes për qytetarët gjatë periudhës së krizës. Sot, më e rëndësishmja është se kjo krizë po përfundon me një lajm të mirë për qytetarët e Gostivarit, uji i sistemit të ujësiellësit është i sigurt për pije dhe qytetarët mund të rikthehen përdorimit të tij normal. Ai theksoi se ndërmarrja deri më tani ka pasur marrëveshje me Qendrën për Shëndet Publik në Gostivar për realizimin e analizave 2 herë në javë, ndërsa është paralajmëruar që kontrollet të kryhen 3 herë në javë me qëllim që të ketë mbikëqyrje të vazhdueshme të cilësisë së ujit. Nga Qendra për Shëndet Publik sqarojnë se analizat janë realizuar në përputhje me marrëveshjen me ndërmarrjen dhe rezultatet e analizave në mënyrë permanente janë përcjellur në kohë tek institucionet kompetente. Rezultatet edhe analizat cilët i bën Qendra për Shëndet Publik me çdo ndërmarrje, me thënë ato i realizojnë bas marrëveshjes cilët i ka. Qendra e Shëndetit Publik nuk mund të bëjë kontrolla shtesë nëse nuk ka marrëveshje. Dhe paraprakisht ne gjithmonë kur shkojmë marrëm njerëzit profesional të cilët e krejnë punën, kur marrën mostrat, paraprakisht edhe paraqiten të ndërmarrjes do shkojnë të t'i marrën mostrat. Ne të cilët i kemi pas në kontratë me ndërmarrjen, ato janë të realizuar, i kanë realizuar sipas marrëveshjes cilët janë. Dhe rezultatet normalisht shkojnë edhe se si dalin deri te ndërmarrja, nëse ka probleme ato shfaqen edhe tek Agjencioni për Ushqimin dhe Veterinarinë dhe edhe tek Qendra me Menaxhim me Krizat. Dhe pas më shumë se një muaj pas sigurie dhe kufizimesh, uji i ujësiellësit të Gostivarit nga sot zyrtarisht rikthehet si ujë i sigurt për konsum.